Vion gjyqi i drejtorit 5D dhe Belind Këlliqi, Lala dhe do të më shtoj një gjë përveç Lalës edhe Ola, se më keni thënë vazhdimisht që ka dhe fraksionet të tjera dosjave liaj, që nuk janë bashkuar ose do t'i bashkohen. Tani, Belind Këlliqi... Sa zoti Rakipi që janë të tjera në Bashkinë e Tiranës që po hetohen. Belind Këlliqi pse është thirrur sot në gjyq që po zhvillohet për drejtori bashkisë, ç'po ndodh me këtë proces? A është velia këtu te kjo? Jo, nuk është pra, janë vetëm ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës, që janë 3 më kryesorë, që është Ridi Molla, Mariglen Qato dhe Taulan Tusha, më pas janë edhe disa zyrtarë tjerë. Zoti Këlliqi është pyetur sot në cilësinë e dëshmitarit dhe të kallëzuesit, sepse është personi i cili ka kallëzuar, ka patur debate tashpra në seancë ditën e sotme, sepse zoti Këlliqi është kërkuar nga ana e avokatëve të tregonte burimin e informacionit dhe mënyrën se si ai kishte hartuar kallëzimin për aferën 5D. Ka patur në adresë të zotit Këlliqi edhe pyetje me natyrë politike dhe njëra nga pyetjet që çoi edhe në gjobitjen e njërit për avokatëve kishte të bënte pikërisht me faktin që ai u drejtua zotit Këlliqit dhe i tha që a do të garoni sërish për sa kohë nuk e keni Ridi Mollën për t'ju vjedhur votat. Pra në një farë mënyrë ishte një pyetje ironike dhe gjykata nuk e lejoi zotin Këlliqit përgjigjej, por po ashtu gjobiti avokatin për thyrjet etikës dhe solemnitetit të gjykimit. Por gjithë ideja dhe është paka shumë si rasti i Erion Veliajt me Nesti Angonin, gjithë tentativa avokatëve nuk ishte në fakt për të zbardhur procesin dhe për të marrë vesh të vërtetën, por me sa u kuptua edhe ato çfarë tha zoti Këlliqi jashtë seancës gjyqësore, kishte të bënte pikërisht me faktin, ata ishin të interesuar më shumë se sa procesin vetveta apo prova dhe fakti ishin të interesuar se kush ishte njeriu që i kishte spionuar te Belind Këlliqi. Zoti Këlliqi tha që më ka ardhur një denoncim anonim, këtë denoncim anonim sepse ne jo të gjithë gazetarët ishin brenda për sa kohë që kishin. Do të thënë ata më shumë donin spionin se sa. Pra, ata kërkonin më shumë spionin se sa provën apo faktin që mund të ndihmonte klientët e tyre. Jo të gjithë gazetarët e kemi ndjekur për shkak se paralelisht kishim edhe procesin e zotit Meta, por ideja ishte që avokatët ishin shumë të interesuar të gjenin njeriu që i kishte spionuar te Belind Këlliqi. Ditën e sotme ishte thirrur dhe ish ministri Arbian Mazniku për të dëshmuar. Zoti Mazniku nuk u paraqit në seancën e sotme. Kështu që seancën e radhës, nëse ai nuk paraqitet, më pas gjykata urdhëron shoqërimin e tij të detyrueshëm, sepse deri në 3 herë mos gabojmë paraqitjen. Mazniku pse është aty? Sepse dhe zoti Mazniku rezulton që është pyetur për aferën 5D, është një fraksion i ndarë ku po hetohet për një lokal të zotit Mazniku ose të bashkëlidhur me interesa për shkak të familjes në zonën e Pazarit të Ri. Kështu që zoti Mazniku në rastin e ishte... Nuk janë Mazniku, këta janë 5D-ja. Edhe Maznikun po e patët e nxirrni aty. Atëherë, në rastin e ish drejtorëve është dëshmitar, sepse më herët është pritur si deklarues, por ka një fraksion tjetër që është duke u hetuar po për aferën 5D dhe që ka të bëjë me disa të dhëna me një lokal, ka investiguar edhe Birni në ato kohë me një lokal që zoti Mazniku ka në mos gabohem tek Pazari i Ri. Kështu që në këtë rast është dëshmitar, në rastin tjetër nuk mund them që është personën e tim, po hetohet rreth aktivitetit të zotit Mazniku. A ka shpërtuar përfundimisht Velia nga 5D? Edhe njerë, ti e the që ka një pjesë shtese të gjithë dhe mund dalin këto problematika, dosja të rritet bëhet më voluminoze, po realisht nga kjo që është një aferë rëndësishme, kupton? Dhe më rëndësishme aty duhet të jetë njeriu drejtues, nëse ti nuk i ke parë që ndodh aty, ti atëherë nuk ekziston fare. Që ndodhë brenda radhëve të tua, të njërës të rëndësishëm të tutë. Apo ja? Këtu i bie që të bëj një parashikim të çfarë mund të gjej Spako apo çfarë ka gjetur Spako. Megjithatë, nuk... Jo, çfarë është normale të gjendet, e kupton se po t'ja thuash një njeriu tani është një lloj si të më thuash mua që unë nuk di gjë ndodh në shtëpinë time. Po këtë e kemi thënë për zotin Velia, ajo çfarë unë të konfirmoj si gazetari që mbulohet institucion, Ola, nëse më lejo me një fjali, ka një hetim tjetër për tendrat në Bashkinë e Tiranës. Kështu që për shkak të afateve duhet shumë shpejt të ketë edhe një vendimarrje nga prokurorët. Megjithatë do duhet presim sepse firmën në fund fare e hedhin prokurorët, nuk e hedhin gazetarët, por është një hetim që ka të bëjë me tendrat në Bashkinë e Tiranës. Në fund fare e hedhe dhe gjykata dhe ne kemi parë në çështjen 5D që një nga gjykatësit e masës së sigurisë i ka kërkuar prokurorit të çështjes që të shohë dhe përgjegjësitë e zotit Veliaj si titulari i autoritetit kontraktor që ka lidhur kontratën në disa raste me kompaninë 5D. Dhe në këtë rast nuk është se është gjetur kjo lidhje apo të hetohet shkelja e Erion Veliajt si titular që ka lidhur kontratën, ndërkohë që
janë marrë të pandehur personat të tjerë që kanë firmosur në cilësinë e antarëve të Komisionit të vlerësimit të ofertave apo të njësisë prokurimit për hartimin e dokumentave të tenderit. Po nuk e pak fjalë. Dhe nuk është vetëm zoti Veliaj që është zgjedhur të mos shihen përgjegjësitë që janë bërë në aferën 5D. Janë dhe shumë drejtues të tjerë që dalin me emra, dalin në komunikime dhe që nuk kanë titullari i firmës ka qenë Arbian Mazniku në fakt. Praktikisht në disa raste, në 2 raste në mos gaboj. Por, mbase përgjegjësia ka qenë që po të hetoj çdo shkelje që ka bërë institucioni në dhënien e tendereve të aferës 5D, i bie të merrte të pandehur të gjithë punonjësit e Bashkisë së Tiranës. Qiko, ajo ka një, do vetëm sepse pse afera 5D është trajtuar të paktën në mënyrë se si po e ndjek prokuroria dhe unë e shoh nga pikpamja administrative, unë nuk jam jurist, por nga pikpamja administrative përgjegjësi për gjithë aktivitetin e kryerjes së shpenzimeve të fondit publik është ai që mban vulën, ai që populli i ka dhënë votën për të qenë përgjegjës, sepse në fund fare të qenë kryetari i bashkisë nuk është vetëm privilegji të vajtur në ato zyre, për të pasur makina, apo të pasur gjithë gjërat e tjera që të ofron pushteti, është përgjegjësi në radhë të parë. Dhe përgjegjësia e parë fare që ka një person publik i zgjedhur është përgjegjësia mbi parat. Është gjëja e parë fare. Pra ti ke përgjegjësi mbi parat. Njeriu që kemi zgjedhur ne për të administruar paratë e buxhetit bashkisë tonë, pra ne i derdhim taksat, i japim lekët. Kujt ja japim? Në fletën e votimit nuk kam parë unë as Redi Molla, as Marin Gleqat, as nuk i di fare këta. Unë kam parë Erion Veliaj. Dhe kam thonë, okej, Erion Veliaj ky të marrit dhe të administroj paratë e mia. Prandaj prokuroria këtë pjesë të përgjegjësisë administrative nuk mund ta bësh zero, sepse në fund fare Redi Molla dhe Marin Gleqat apo njërin apo tjetrin i vë ai se do. Ai çdo kryetar bashkie ka drejt të organizojë bashkinë në një formë caktuar. Do të bëj 1 drejtori, do të bëj 2 drejtori, do të bëj 7 drejtori, bën 5 drejtori. Pra, nuk ka rëndësi se sa drejtori dhe kë vendos ti. E rëndësishme është që në fund fare ne të kemi të ngarkuar ty si person përgjegjës. Prandaj unë e shoh me shumë dyshim të faktin e të lënurit jashtë, po si mund ta lësh ti jashtë atë? Ç'a po themi këtu që këta pas kanë gënjur Erionin sepse në qoftë se Erioni është personi që ka firmos kontratat, siç e do ligji e siç e kërkon ligji. Personi që është përgjegjës për çuarjen përpara, për firmosjen e parave, sepse ne kemi edhe momente pagesave. Janë kontrolluar ato situacionet që janë për pagesa, apo jo? Se ka vajt pagesa nga thesari, ka vajt me situacion, këtë situacionin të pagesën e firmos, situacionin e firmos kryetari bashkisë. Pra në fund fare, përgjegjësit i shkojnë drejt për drejt përgjegjësit që ne kemi zgjedhur për të qenë përgjegjës. Dhe ti s'mund ta shpërjashtosh nga pikpamja teknike, thua ti shikoj kanë fajin këta që kanë gënjur, nuk e kanë gënjur ata. Ata e kanë thënë vërtetën. Ky e ka pranuar, vërtetën siç e kanë thënë ata dhe tani ata po paguajnë ky pori.